Në zyrat vendore të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive në Saranda aktualisht janë të regjistruar mbi 1500 punë kërkues. Ky numër tregon një interes të lartë për të gjetur mundësi punësimi në qytet dhe rrethinat e tij. Sipas përgjegjëses së zyrës Anis Açuçi, këta persona janë orientuar jo vetëm drejt bizneseve private, por edhe drejt praktikave profesionale, ku mund të fitojnë përvojë të vlefshme për tregun e punës. Në zyrë të punës, si përkërkues, kemi rreth mbi 1500 përkërkues, disa janë në statusin përkërkues, disa në statusin përkërkues të papunë. Kryesisht i kemi ndërmjetësuar në bizneset private, po dhe publike disa nëpërmjet praktikave profesionale dhe programeve tona të punësimit në fushën e hotelerisë. Në përgjithësi neve jemi shumë të afërt me biznesin. Biznesi vet mund të shpallë në të lirat të punës në portalit ton, puna.gov.al, po dhe ne nga zyra e punës, nëpërmjet biznesit i hapim dhe të lirat të punës me aftësitë që kërkon biznesi, pagën që kërkon për një punë kërkues dhe punë kërkuesit bëhet më e thjeshtë ndërmjetësimi, duke ditur aftësitë, pagën, orët e punës, na i lehtësojnë më shumë bizneset punën tonë. Zyra e punësimit ka një bashkëpunim të ngushtë me biznesin lokal për të mundësuar punësimin e këtyre personave. Ky bashkëpunim synon të rrisë shanset e punëkërkuesve për të gjetur vende të përshtatshme. Ne kemi arritur në vitin që lan pas, në 2025, rreth mbi 650 të punësuar nëpërmjet ndërmjetësimit. Diku te mbi 50 kemi pasur programe për shtesë vulnerabël, punë në komunitet, kemi arritur të punësojmë nëpërmjet praktikave profesionale, diku te 1000 ka qenë të punësueshëm për vitin që lan pas. Vetëm gjatë vitit të kaluar mbi 1000 persona nga Saranda janë punësuar përmes këtij programi. Rezultatet tregojnë efektivitetin e ndërmarrjeve të zyrës në lidhjen e kërkesës së biznesit me ofertën e punëkërkuesve.